nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar një fotografi që në fakt po bën xhiron e rrjetit nëpër rrjetet sociale. Është gjetur një mbushës brenda shtëpisë së Big Brotherit. Menjëherë, domethënë, fotografia po bën xhiron, në fakt është përfolur për telefon të mundshëm brenda shtëpisë në Big Brother VIP Kosovën dhe normalisht publiku dyshon, hedh hipoteza të ndryshme, jep mendime të ndryshme rreth fotografive që në fakt publikohen nëpër rrjetet sociale. Fillimisht një herë ju e shikoni fotografinë, domethënë bëhet fjalë për këtë foto që po bën xhiron e rrjetit, që është një mbushës në dhomën e gjumit të banorëve në Big Brother VIP Kosova, ku domethënë pranë derës apo pranë mbushësit është Alba e dyshuara që përdorën telefon brenda asaj shtëpie, gjë të cilën në fakt e ka konfirmuar jashtë edhe Bia Khalifa duke thënë që ja ka gjetur telefonin Albës në shtëpinë e Big Brotherit. Më pas, domethënë, dyshime pati edhe për Dolçen, duke qëndruar në dhomën e ndenjës që mund të përdorën telefon. Tani unë realisht nuk besoj që ky reality show është kaq i mbyllur, kaq le të themi kaq në dri, unë nuk e besoj këtë. Jam i bindur që banorët në dhomën e rrëfimit mund të takojnë familjarë të afërt, njerëz që u bin gjëra, marrin informacione, sepse në fund të ditës ato nuk janë në burg, janë në një reality show që së bashku me produksionin po bëjnë një show dhe nuk ka gjë të keqe nëse marrin informacione apo takojnë njerëzit e tyre të afërt. Thuhet që ato rinë të izoluar, por nuk ma merr mendja që domethënë rinë të izoluar kaq shumë. Tani, a ka qenë një mbushës telefoni? Nga investigimet që kemi bërë ne, dhe unë jam munduar në fakt shumë të investigoj, të pyes miq të mi që janë pjesë të produksioneve të këtyre, domethënë më kanë thënë që nuk është mbushës telefoni, por është mbushës i cigares elektronike. Domethënë banorët të cigaret elektronike i mbushin në forma të tilla brenda në shtëpi dhe i përdorin në ambientet e shtëpisë sepse nuk është e rekomandueshme cigaria të përdoret brenda. Domethënë nuk është mbushës telefoni, është thjesht një mbushës si një cigares elektronike. Tani mund të ekziston fakti edhe një herë thash që banorët përdorin telefon brenda në shtëpi, nuk e vë kokën në zjarr, por besoj që nuk do të ishte e rregullt, nuk do të ishte e drejtë, le të jetë Big Brotheri ashtu siç është formati Big Brotherit dhe duhet respektohet ato ligje, dhe kjo që po qarkullon nuk është mbushës telefoni, por është mbushës i cigareve elektronike.